Mirëmëngjes të dashur deshër. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është mbreti i ujit. Të dashur, kjo letër i ka po bëre kështu, të ndodh kjo, po bëre kështu, po s'bëre të ndodh ajo. Do mendojmë të t'i jap që të dyja anët. Çfarë është më rëndësi të ruani qetësinë emocionale dhe maturinë në çdo situatë, çfarëdo që situate të jetë, dashur deshër. Mos lejo që ndjenjat të turbullojnë gjykimin. Udhhiq po me zemër, por vendos me mençuri. Kjo është të tregohesh i dhimbshur absolutisht, por jo naiv. Merr vendime të bazuara që t'jenë dhe ndjenjat, por dhe patjetër dhe arsyeja. Nëse je në një situatë të ndërlikuar personale ose profesionale, qëndroni të qetë, përdor durimin dhe komunikimin e butë, mos të gufojmë, mos të shpërthejmë në raste të ndryshme, nga që tensioni nuk zgjidh asnjë situatë. Tani në situata që po përjetoni, mbreti i ujit thot, siç thash, mos reagoni nga emocionet e qastit, në marrëdhënie mos u lër pas konfliktit apo mos u ashu, por as mos u fshih. Mos i fshih ndjenjat. Shprehi qartë, pa dramë, pa e bërë të madhe, çfarëdo që të jetë, me këmbë në tokë, të qetë, ashtu dëgjohesh dhe kuptohesh më mirë. Është sigurisht jeni mbushur për shumë gjëra të dashur deshër dhe e kuptoj, por që për të marrë apo për të arritur aty ku dëshironi, me qetësi. Tregoni inteligjencë emocionale nëse është në punë, kuptoj emocionet e të tjerëve, por vepro bazuar në qëllimet dhe vlerat e tua. Kujtoje veten që ndonjëherë rruga më e urtë është të presësh, të ndjesh dhe pastaj të veprosh. Kjo letër të fton që ta kthesh qetësinë absolutisht në një forcë të padukshme, që të udhëheq pa pasur nevojë të bësh zhurmë ose të provosh, të dëshmosh diçka.